Horoskopi ditor e shtunë 22 gusht 2026. Dashi, mirëqenia, bashkëpunimi dhe komunikimi. Kjo ditë do të jetë edhe më mirë se sa çiftet e kishin menduar, prandaj duhet ta shfrytëzojnë deri në sekondën e fundit. Beqarët nuk do të jenë në humor të mirë për të krijuar një lidhje, kështu që më mirë të presin. Dielli do t'ju ndihmojë të riorganizoni të ardhurat. Nëse vazhdoni në këtë rrugë, shumë shpejt do të vinë dhe përmirësimet. Demi. Lidhja me partnerin do të fillojë të përforcohet gjatë kësaj dite. Do të ndiheni më të qetë pas një periudhe jo shumë të mirë që keni kaluar. Beqarët do të influencohen mjaft nga yjet dhe do të kenë takime pafund. Njihuni mirë me personat që do të takoni dhe më pas vendosni çfarë do të bëni. Financat nuk do të jenë të këqija, prandaj mund të kryeni shpenzimet e nevojshme. Binjakët, do e dëgjoni me kujdes atë që keni në krah dhe do t'i plotësoni dëshirat më të zjarta. Jo vetëm ai, por edhe ju do të ndiheni më së miri. Ata që kanë shumë kohë bashk do të hedhin një hap më tej. Beqarët që mendojnë se dashuria i ka haruar do të realizojnë takimin më të bukur të jetës së tyre. Në planin financiar do të keni fat me shumicë dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Daforia. Nuk duhet të tregoheni shumë autoritar gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj në çift, sepse do të keni probleme të mëdha me partnerin. Bëni çmos të toleroni më tepër. Beqarët do të njihen me një person shumë serioz. Në fakt, po ta njohin më mirë atë, do e kuptojnë se është një njeri me shumë vlera. Për të rritur financat nuk duhet të bëni çdo lloj sakrifice sepse do të pendoheni. Luani. Sektori i dashurisë do të jetë mjaft i favorizuar gjatë kësaj dite. Do të flisni me partnerin për gjithçka, madje të dy së bashku do të bëni plane për një të ardhme. Beqarët duhet me patjetër të largojnë turpin, nëse duan të gjejnë dikë. E kush mund t'ju gjej nëse ju gjithmonë fshiheni pas diçkaje apo dikujt. Në planin financiar do t'ju duhet shumë durim dhe këmbgulje për të përmirësuar situatën. Virgjëresha. Ka shumë gjasa që ta lini paksa pas dore jetën tuaj në çift sot dhe kjo mund të sjellë disa probleme më vonë. Jeta familjare do t'ju marrë shumë kohë. Beqarët do t'ja kalojnë mirë pranë miqve të ngushtë dhe nuk do të kërkojnë me ngulm dikë. Financa do t'jenë goxha të mira, kështu që mund t'ju lejohet edhe në një çmenduri e vogël me shpenzimet. Peshorja. Ditë delikate kjo e sotmja për të dashuruarit. Do debatoni ashpër mbi disa tema delikate dhe do të largoheni paksa nga njëri tjetri, sepse nuk i dihet deri ku mund të shkojë nervozizmi. Beqarët do të vazhdojnë të jenë në kërkim të dashurisë, por prap nuk do e gjejnë atë. Me financat nuk duhet të tregoheni as pak të pamatur. Akrepi. Ju që jeni në një lidhje mos prisni ndonjë mrekulli sot. Nëse atmosfera ka qenë e tensionuar, nuk pritet që të rivendoset me njëherë qetësi. Ndërsa, nëse bashkëpunimi ka kohë që ka filluar, gjithçka do të shkojë edhe më mirë. Beqarët do të jenë në kërkim të dashurisë së madhe, cila ka gjasa të shfaqet shumë shpejt. Financat fatmirësisht do të jenë goxha të qëndrueshme. Shigjetari. Edhe pse do të jenë të shumë personat që do t'ju joshin dhe do të kërkojnë t'ju bëjnë për vete, ju nuk do të bini në tundim sot. Dashuria për partnerin është aq e madhe dhe rëndësishme për ju, saqë asgjë nuk mund t'ju shkëpus prej tij. Beqarët duhet të tregohen ashtu siç janë dhe jo të improvizojnë e të gënjejnë. Vetëm kështu mund të tërheqin vëmendjen. Financat nuk do të jenë të këqija. Bricjapi. Do t'i tregoni partnerit tuaj sa shumë e dashuroni sot dhe do t'ja shprehni ndjenjat në mënyrë të ndryshme. Edhe ai do të tregohet i përkujdesur me ju dhe do t'ju përkëdhel mjaft. Beqarët do t'jenë të mbyllur në vetvete dhe nuk do t'i shfrytëzojnë mundësitë që do t'ju jepen për takime. Në planin financiar ka rrezik të bëni disa gabime të pafalshme që mund t'ju sjellin probleme serioze. Ujori. Yjet do të jenë të pozicionuara mirë sot në planin sentimental të çifteve. Ato do t'ju nxisin të tregoheni më të duruar dhe më të kuptueshëm me partnerin. Beqarët do të kenë takime, por nuk duhet i besojnë shumë instiktit të parë dhe të fillojnë lidhje shpejt e shpejt. Në planin financiar do të arrini të kryeni transaksione të rëndësishme. Situata do të jetë goxha e qëndrueshme.
peshqit. Ndjenjat për partnerin do të jenë dhe më të thella sot, por do e keni të vështirë t'ia shprehni atij të gjitha. Mundohuni të qëndroni sa më shumë kohë me të në mënyrë që të keni mundësi të flisni me të më qetësisht. Beqarët nuk do e gjejnë dot as sot personin ideal dhe kjo do t'i mërzisë paksa. Financat nuk do të kenë asnjë problem, edhe sikur të kryenin ndonjë shpenzim më tepër.